Elidon, të përshëndes, fatkeqësisht vërshimi i ujit dhe dalja në sipërfaqe e porojit të Ficos ka shkaktuar një situatë vërtet rëndë për Gjirokastrën, si është situata deri në këto momente që flasim dhe dëmet ku janë shkaktuar më së shumti. Kasandra Mirdita dhe për fat të keq sërish në Gjirokastër kanë nisur rreshjet e shiut të cilat janë me tashmë intensitet të lartë, por shpresojmë të mos kemi ato situatë që patëm pas ditën e djeshme, ku si pasojë e rreshjeve të shumta dhe prurjeve të kanaleve në toksor pro i Ficos, i cili është në lagjen Palorto, lagje sipërme e qytetit. Kjo ka dalë në sipërfaqe dhe si pasojë ka vënë përpara gjithçka që ai ka hasur. Në qoftë se do të flasim për dëmet, ato kryesisht janë konstatuar dhe janë krijuar në disa subjekte tregtare të cilat operojnë në katet e para të godinave, në lagjen 18 shtatori, e cila ishte edhe lagja më e prekur nga kjo situatë aty dhe unë ku jam aktualisht i pozicionuar. Kanë qenë me 10 biznese të cilat janë përmbytur nga vërshimi i mjaft i lartë i projit të Ficos, një nga pikat më të nxehta problematike në qytetin e Gjirokastrës, flasim brenda në qytet, ku si pasojë dëmet janë mjaft të mëdha, por ende nuk kemi një bilanc përfundimtar pasi situata është duke u menaxhuar për të rikthyer të paktën në normalitetit. Ka pasur shumë dëmtime në automjete të ndryshme të cilat kanë qenë të parkuara në lagjen 18 shtatori, ndërsa për gjatë gjithë orëve të natës është punuar nga të gjitha agjencitë për rikthimin në normalitet të kësaj zone, ku edhe në këto momente Agjencia për kasën e varësit të bashkisë Gjirokastrës, zjarfiset, por edhe forcat e armatosura po punojnë për të hapur dhe larguar inertet e shumta nga aksi rrugor në 18 shtatori në bulevardin i cili lidh këtë zonë me pjesën e poshtme të qytetit edhe me zonën muzeale të Gjirokastrës. Gjatë orëve të djeshme, gjatë natës kemi patur disa herë ndërprerje të energjisë elektrike. Kjo është normale në të tilla situata, por që është rikthyer dhe tashmë edhe në këtë momente vazhdon të kemi energji elektrike në Gjirokastër, e cila u rikthye pak më parë. Në qoftë se do të flasim për zonat e tjera të qarkut Gjirokastër, për fat të mirë nuk është raportuar problematika qoftë në Tepelen, përveç se blokimit të aksit rrugor ditën e dieshme pranë shkallës zez, po edhe nga qyteti i Përmetit nuk raportohet për problematika, ndërsa ajo që u shënua ditën e sotme ishte në hyrje të fshatit Lazarat, ku aksi rrugor Gjirokastër ka ngeli blokuar disa minuta si pasojë e daljes në rrugë e porojit të fshatit Lazarat, por që tashmë edhe aty është ndërhyrë dhe kohë të shpejtë dhe tashmë qarkullimi bijon normalisht. Pritet që edhe në orët në vijim Gjirokastra, ashtu siç ishte parashikuar edhe nga shërbimi sinoptikan, që të kemi rreshje të dëndura shiu dhe shpresojmë që të mos kemi atë situatë që patëm mbrëmjen e djeshme, ku lagja 18 shtatori ishte e tëra nën pushtetin e dherrave, të gureve dhe inerteve të shumta, të cilën erdhën nga pjesa e sipërme e qytetit drejt pjesës së poshtme të saj. Dhe e them të Kasandra që ky ka qenë problematiku më i madh i shënuar gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Pra, në qoftë se nuk do të kishim daljen në sipërfaqe të projit të Ficos, nuk do të kishim këtë situatë që po përballet sot të gjitha emergjencat civile që kanë varësi qarku dhe prefektura e Gjirokastrës dhe rikthimi në normalitet të gjendjes. E kuptoj. Mirë, Elidon, unë falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.